Dy banorët më të spikatur të këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Targo dhe Gjesi, u ballafaquan mbrëm gjatë spektaklit. Aktoria në vazhdimsi e ka akuzuar këngëtarin kosovar për manipulime, ndërsa ky i fundit e ka përmendur faktin se disa herë ka bërë me dije këngëtares se nuk ka ndjenja karshi kësaj. E pas përfundimit të spektaklit, ka reaguar familja e Eglit duke treguar se mbështet atë në vazhdimsi, duke përfshirë këtu edhe rrugëtimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Forca zemër, e vërteta është se jeta nuk zhvillohet gjithmonë sipas pritshmërive tona. Në disa momente do të duket se jeta është e përsosur, sidoqoftë në minutën tjetër gjithçka mund të përmbyset, shkruan mes të tjerash në reagimin e familjes së Eglit. Nga debati i mbrëmshëm, vum re që lidhja e tyre me sa duket ka përfunduar. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.